bamirësi. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Le të përulemi me përullësi para fuqisë dhe madhështisë të Shpirtit të Shenjtë. Le të adhurojmë Trininë e Shenjtë dhe t'i japim lavdi sot Shpirtit të Shenjtë, avokatit tonë. O fryma e shenjtë, me fuqinë tënde, Krishti u ringjall prej së vdekurish, për të na shpëtuar të gjithëve. Me hirin tënd mrekullit krye në emrin e Jezusit. Me dashurinë tënde ne jemi të mbrojtur nga e keqja, dhe kështu ne kërkojmë përullësi dhe një zemër lypse për dhuratën tënde të bamirësisë brenda nesh. Bamirësia e madhe të gjithë ushtrisë së shenjtorëve bëhet e mundur vetëm nga fuqia jote. O shpirt hyjnor, riteni tek unë virtytin e dashurisë hyjnore, që mund ta dua siç e do Zoti me vetmohimin e shenjtorëve. Fryma e shenjtë, kërkojmë hirin tënd. Amen. Eja fryma e shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu, dhe ndez në to zjarin e dashurisë sate. Dërgo shpirtin tënd dhe ata do të krijohen, dhe ti do të ripërtërish faqen e dheut. O Zot, që me dritën e frymës së shenjtë udhëzove zemrat e besimtarëve, i jep që me të njëjtin frymë të shenjtë të jemi vërtet të urtë dhe të gëzojmë gjithnjë ngushëllimet e tij. Nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Dita 2. Gëzimi. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Le të përulemi me përullësi para fuqisë dhe madhështisë së Shpirtit të Shenjtë. Le të adhurojmë Trininë e Shenjtë dhe t'i japim lavdi sot Shpirtit të Shenjtë, avokatit tonë. O fryma e shenjtë, me fuqinë tënde Krishti u ringjall prej së vdekurish, për të na shpëtuar të gjithëve. Me hirin tënd, mrekullit krye në emrin e Jezusit. Me dashurinë tënde, ne jemi të mbrojtur nga e keqja, dhe kështu ne kërkojmë me përullësi dhe zemër lypse dhuratën tënde të gëzimit brenda nesh. Të gjithë shenjtorët shënojnë me një gëzim të pa kompromis në kohë provash, vështirësish dhe dhimbjesh. Na jep o Shpirti i Shenjtë, gëzimin që të i kalon çdo kuptim, që të jetojmë si dëshmitar të dashurisë dhe besnikërisë tënde. Fryma e shenjtë, kërkojmë hirin tënd. Amen. Eja fryma e shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu, dhe ndez në to zjarin e dashurisë sate. Dërgo shpirtin tënd dhe ata do të krijohen, dhe ti do të ripërtërish faqen e dheut. O Zot, që me dritën e frymës së shenjtë udhëzove zemrat e besimtarëve, jep që me të njëjtën frymë të shenjtë të jemi vërtet të urtë dhe të gëzojmë gjithnjë ngushëllimet e tij. Nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Dita e tretë. Paqe. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Le të përulemi me përullësi para fuqisë dhe madhështisë së Shpirtit të Shenjtë. Le të adhurojmë Trininë e Shenjtë dhe le t'i japim lavdi sot Shpirtit të Shenjtë, avokatit ton. O fryma e shenjtë, me fuqinë tënde Krishti u ringjall prej së vdekurish, për të na shpëtuar të gjithëve. Me hirin tënd, mrekullit krye në emrin e Jezusit. Me dashurinë tënde, ne jemi të mbrojtur nga e keqja, dhe kështu ne kërkojmë me përullësi dhe zemër lypse dhuratën tënde të paqes brenda nesh. Shenjtorët u tunduan, u sulmuan dhe u akuzuan nga djalli, që është shkatëruesi i paqes. Kur ta akuzohemi nga djalli,
na eja një nëndim si avokati ynë, dhe na je paqe që zgjat në të gjitha sprovat. Fryma e shenjtë, kërkojmë hirin tënd. Amen. Eja fryma e shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve të tu, dhe ndez në to zjarin e dashurisë sate. Dërgo shpirtin tënd dhe ata do të krijohen, dhe ti do të ripërtërish faqen e dheut. O Zot, që me dritën e frymës së shenjtë, udhëzove zemrat e besimtarëve, jep që me të njëjtën frymë të shenjtë të jemi vërtet të urtë dhe të gëzojmë gjithnjë ngushëllimet e Tij, nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen.